Hello goca, më keni pyetur shumë se çfarë përdor për buzët. Është rradha ime të bëj prova dhe unë, kështu që unë do ju tregoj 2 lip combo që unë i përdor në përditshmëri kur dal në darkë dhe të frymëzoheni pak dhe të gjithë ju që më keni pyetur në Instagram, ja ku keni përgjigjen. Tani, si fillim, unë gjithmonë mbaj 2 lapsa në çantë, dhe në studio dhe në terren kur xhiroj me gocat, gjithmonë jam ajo që ka lipstick dhe lip gloss dhe laps buzësh. Kështu që në fillim do përdorësh një laps që është pak më i errët se lapsi tjetër që do përdorësh për vjezimet. E bëjmë konturet e buzës. I bëjmë pak kështu overline që të duket buza pak më e madhe se ç'është zakonisht. Ndosim vizhimet. Tani, që të duket buza e plot, me një laps më të lehtë se lapsi që bërë konturet, e pikturojmë këtu. Kaq. Pra, vetëm anësoret e buzëve, jo te mesi, sepse në mes do përdorim një blush. Unë blushin e përdor dhe për pjesën e mollzave, por gjithashtu e përdor dhe për pjesën këtu brenda, që buza të duket si roz në nude, mos e jetë kështu laps neutral, mos të jetë buza e thatë. E bën shumë pak, lehtë. Unë ta gjeni kudo në drugstore. Pra shumë lehtë, që të duket e dalloni dallimin. Tani, që të duket tamam, i jepni edhe një herë një ngjyrosje me laps që të vijë një trajçme. Dhe ja, buza duket perfekte ja. As nude, as kaf, as roz. Pra një ngjyrë neutrale që shkon në çfarë lloj make-upi që të bëni në përditshmëri, në dark. Tani do vazhdoj me lip combon e dytë. Kjo është një të preferuarit e mi, sepse unë gjithmonë edhe në xhirime edhe në studio e përdor. Si tjetri që e bë, pra një laps më i errët dhe një laps pak më i butë se tjetri, pak me ngjyrë më të hapur. Bëjmë vjezimin e kontureve. Oba, overline. Mos ma shani lapsin tim të voçkët, se ka ngjitur shumë pak. Dhe pastaj mos harmoni këto vizat se japin domethënë e ke të ndarë. Edhe ja, tak. E njëjta procedurë si ajo, por në mes nuk do vëmë blush, po do vëmë një lip gloss çfarë do lloj, që të jetë pak me nuancë në formë tinti. Vendosim shumë pak. Edhe këtu shumë pak. Oha. Buza duket shumë e plot dhe me shkëlqim. Japim dhe një dorë me laps që të duket e një trajshme. Oha. Bëjmë. Ja. Por që të japim dhe një nuancë më të bukur akoma, më të bukur, do përdorim një lip gloss tjetër që të bëhet fiks si një trajshme, pra ngjyra brenda këtu të jetë të vi edhe me ngjyrën e lapsit, të vi një trajshme. I vendosim një bran. Aha. Që sa bukur? Marcella Marcella. Ja. Buza duket plump. As ngjyrë kaf, as ngjyrë roz, pak si sherry, kupton si qershi, lule shtrydhem, çfarë po thua. Ja. Edhe kur qesh. Shpresoj t'ju kem pëlqyer 2 lip combot e mi të preferuar dhe na sugjeroni dhe ju ndonjë lip combo nëse keni preferuar. Në komentet poshtë. Mua.
Nëse doni të na vërtetoni se sa besnik ju jeni dhe shikoni çdo gjë që ne krijojmë, atëherë duhet të shtypni butonin e kuq për subscribe për shumë gjëra të bukura në vazhdim. Mua! Ándale.